Prishtina ka qenë një qytet, një kasaba me kaldrem. Varfëria ishte e tejme, 90% të banorëve hanin buk misri. S'kishte njeri pa rroba me arna, tuberkuloza bënte kërdi, analfabetizmi ishte në kulm. Përveç kësaj, vazhdonin shtypjet, trysnit e ndryshme që t'i detyronin shqiptarët të lunin nga trojet e veta, të shkonin në Anadol, të shkonin në Shqipëri, eventualisht kush ka pas pak ma shumë fat. Po, me gjithate, populli ynë i cili kaloi në për fortunat të mëdha, në për fortunën mi vjeqare romake, në për fortunat tjera slave, në për fortunën otomane 500 vjeqare. Unë bajt mirë, edhe i adoli që t'i kalon të gjitha këto të zeza, dhe sot të jemi më shumë në numër se kur do herë, me gjitha problemet e pa numër në të cilat jemi dhe i përjetojmë, me gjitha të jetojmë më mirë se kur do njëherë në historinë tonë, me gjithë pa dijen tonë të mjaftueshme, nuk di mjaft sa duhet, po prap di më shumë se kur do njëherë tjetër. Me fjalë tjera, nëse krahasojmë vetveten tonë me vetveten, jemi shumë lartë, po që të mos na rritet mendja, atëherë duhet të shikojmë andej nga është Evropa, nga është bota, dhe të shohim se jemi bira e fundit e kavallit. Fitojmë ka ngacit më të mëdha. Po si ka qenë rinia juaj? Si është manifestuar kjo dhunë e ashpër në rininin tuaj? Po, shikoni, falë në nësime, e cila ka qenë një adhetare e madhe, edhe cila ka punuar me thoje me dhëmë, që të më rriste mua edhe motrën time, sepse babaj nga diq heret, vlau gjithashtu, ma i madh Maliqi, diq heret, edhe metëm në duart e nanës e cila heroikisht, jo vetëm që në mbajti, po edhe në edukoj si duhet. Nana ime me thonë të obirë, nuk e keti vetëm një nanë. Nana Nazife është nana e vogël, kurse ne e kemi edhe nana Shqipëri. Këto dorë trokitje I bëhen nënës Nazife. I bëhen nënës Nazife, nënës Shqipëri, i bëhen faktit se si fituesi i çmimit Saharov kështu jeni dorë trokitur, prandaj s'besoj se i keni bezdi. Jo. Ju shquheni si nxënës shembullor në kohën tuaj, po kush ishin edukatorët apo indoktrinatorët në kuptimin figurativ të formësimit tuaj patriotik? Edukatorja ime e parë ka qenë mësusja vezire, atë e kam gjallë edhe sot në Tiranë, ka gati 90 vjetë, dhe ajo nuk e fillon të orën e mësimit, pa e kënduar ne këngën, atëherë ishte okupimi fashist italian, pa e kënduar këngën po çka jemër djali bardh, besa besu unë jam shqiptar, se Shqipëria më tha një fjalë, më ke nanët të kam djalë. Bac, e tani dorë trokitjet për mësusën vezire. Po, pas mësusës vezire, erdhëm ne nxënësit në klasën e 4 fillore, atëherë na mori në dorë një mësus e shkuar mësusit, një virtuoz, i cili shkruante skeqe për ne, shkruante drama për ne, merrte pjesë në jetën kulturore të qytetit, luante edhe në teatrin e qytetit. Ai na bëri të gjithëve artist, na bëri të gjithëve recitator, po s'ishte vetëm kjo. Ai në orët e mësimit, jashta programit, nuk ishte atëherë program me historia shqiptare në program. Ishim në vitin 45, 46. Gjoja të çlirimit.
Ai na folte ne për Ilirët, na folte për Teutën, ne mrekulloheshim, pas kem pas mretëreshne me emri Teut. Na folte për Skenderbeun, na folte për Hasan Prishtinën. Të gjitha këto ishin jashta programit. Dhe ky ishte? Ky ishte Kol Nikaj nga Shkodra, një burr ne atëherë kishim kaluar, i kishim kryer shkollat fillore Këndej, po e kemi pas dhe e kemi të gjallë. Të gjithë ne që kemi qenë nxënës të mësuesës vezire, që kemi qenë nxënës të Kol Nikës, që kemi qenë nxënës të Zekeria Regjës, se vazhdoj pastaj shkuam në dorë të Zekeria Regjës në gjimnazin e Prishtinës. Po ishte edhe Idris Zajeti, edhe ai na lexonte novelat e Koliçit, na s'dishim kush ishte Ernest Koliçi. Dhe ai rrezikonte në atë kohë kur shkonin kokat e njerëzve. Domethënë kemi pas arsimtar, jo Medi Frashri, Medi Bardhi, ka qenë pastaj Ismet Dehiri, ka qenë Hajdar Jakupi, ka qenë Shefqet Veliu, ka qenë Sali Korgeci. Domethënë kemi pas arsimtar të zgjedhur, të cilët shumica të cilëve kishte Anton Gurashi, të cilët kishin kaluar në për shkollën e mësuesisë, shkollën normale të Elbasanit. Dhe ishin arsimtar të vërtet, po ishin edhe prindtan të vërtet. Ata punonin me ne me dashuri të madhe. Dhe kur ti ushtron një dashuri ndaj nxënësve, edhe ata të duan pastaj. Megjithatë, këtu kishte edhe nacionalitete tjera. Lunit futboll ose ndonjë lojë tjetër sportive, përziheshit me nacionalitete tjera? Shiko, nuk përziheshim, po dhe nuk kishim ndonjë farë konflikti. Vetëm unë duhet ta them një ngjarje që më ka ndodhur në klasën e parë gjimnaz. I them mësuesës serbisht, mësuese dashur, përse ne nxënësit shqiptar e mësojmë serbishtën, kurse nxënësit serb nuk e mësojnë shqipen? Ajo u tmerua. U mundua të thotë që gjua serbishte është gjuhë shtetërore. Thash, po e gjua shqipe? Çfarë gjua është? Gjua shqipe, me që serbishtja që nga shtetërore, gjua shqipe çfarë gjua është? Ajo me lot doli, mori regjistin dhe shkoi dhe më bëri dava të drejtori. Drejtori ishte Jani Gjino. Prap një korçar që kishte marrë pjesë në luftë, edhe kur shkova para derës drejtorit, hezitoja që të cokas në derë, ai po më thot, hyn mrena, cokat, hyn. Futem unë, dhe shoh, Jani Gjino kishte ullë kokën në tavolin, shfleton të disa fletë, unë prit që po më thot diçka, prit që po më gërthet, prit që po më qërton, hiq ku gjë hiq. Qëndroj, ashtu dhe maroj ora, razili, Jani atëre qoj kokën, tha, ti e filani? Thash po. E qoj dorën kështu, thash ku do të ma fut një shpull. E aj më përgdheli flok, e thash shkon klap.